E veçantë është se kur këtë fshat njëri tjetrit nuk e kanë thënë se nuk e kanë thënë që jo ose musliman ose katolik. Kjo është e veçantë. Kur nuk e kanë thënë njëri tjetrin me emra të tillë. Po gjithmonë si shqiptar, edhe kanë marrin pjesë gjithmonë në festat përbashkëta, edhe bajrame të mëdha të vogël, edhe për Pashka ose Krishtlindje, edhe ndasma edhe angazhmente, edhe kur kanë raste të vdekjeve edhe ceremonive tjera, janë përbashkëta gjitha këto, për shkak se edhe dikur kanë jetuar brenda një familje e tjerë këto. Cilat janë disa nga zakonet ndoshta që identifikojnë juve si fshat? Zakone këtu, përmenda ato traditat festare, po edhe tash edhe dasma që bën tashmë janë transformuar ndoshta. A janë të njëjta dasma, ndoshta pritje? Jo, tash shumica domethënë mbahen në restorane, madje nga ky fshat është shpesh që merr pjesë në ato me këngët e veta, me Halit Gashin, figurë emblematike edhe luftës po edhe e këngës, ose edhe Bege Gashi për shembull, një këngëtar që jeton jashtë kështu. Po vallëzimi është ruajtur, mandej edhe traditat e disa dasmave kështu ku vajzat do të këndojnë ruhun ato, ose këngë të dasmave ose janë edhe ato. Për shembull te komuniteti krishterë këtu dallohet një rit që është i lashtë, ndoshta parafetar, pagan që quhet festa buzmit që mbat kohën e Krishtlindjeve me rritet e veta çfarë ka ato. Dhe ende ruhet këtu në disa familje, është ajo perëndia lashtë e pjellorisë buzmit që ka qenë në kohët antike, ilire këtu. Dhe traditat e mikpritjes, traditat e besës, traditat e këngës, ato të ortisë e plesnisë janë gjithmonë tradicionale në këtë fshat këtu. Dhe kështu nga kjo e djel dimri në qabiqin e muj Krasniqit, largohemi jo vetëm me pamje plot jetë e kujtime, por edhe me krenarin për vendin e historinë tonë. Rrugtimi jënë vazhdon sot një javë nga një tjetër rajon i Kosovës, me të tjera rrëfime e dashuri për çdo pëllëmb të vendlindjes sonë.